Këtu është horoskopi i mërkur 29 tetor 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Tani duhet të përgatisni veten për një angazhim ose projekt të shkëlqyeshëm që do të fillojë në muajt e ardhshëm, biznes më të mirë, punë, karrierë. Mund të ketë shpenzime për një shtëpi ose investime të vogla për ata që munden. Demi. Forconi miqësitë ose hidhëroni dikë që është zhdukur prej kohësh. Nëse personi që doni ka pasur probleme serioze kohët e fundit, duhet të jeni aty për të. Binjaket. Mundohuni të jetoni intensivisht marrëdhëniet tuaja të reja, mund të ndiheni papritmas i tërhequr nga një person që keni njohur kohët e fundit. Ju po punoni vetëm me idetë tuaja dhe po ndiqni rrugën tuaj. Për fat të mirë, ju keni një tolerancë të madhe. Gaforja. Marrëdhënia juaj e zakonshme mund të mos ju jap garancitë që dëshironi, por mos vendosni tani. Pas dite mund të marrësh frymë nga një ajër tjetër. Luani. Ndjenjat janë kthyer tani më shumë se kurrë. Kjo është koha ideale për të ofruar një punë jashtë qytetit ose jashtë vendit. Keni shumë burime për të vërtetuar vlerën tuaj. Virgjeresha. E mira është që ju keni ndryshuar qëndrimin tuaj ndaj të tjerëve. Në dashuri mund të vendosni të lidheni me një person, të bëni zgjedhje të rëndësishme. Peshorja. Mos u ndikoni nga njerëzit përreth jush, idetë tuaja janë fituese. Nata e mendimeve pozitive në dashuri. Akrepi. Për ata që janë të qetë në dashuri, ata mund të befasohen kur shohin se diçka lëviz. Do të jetoni një kohë plot premtime. Shigjetari. Ne nuk e diskutojmë vullnetin tënd, dëshirën tënde për të bërë, por duket se lodhja është e tepërt. Sot për shembull nuk është e lehtë të mbash gjithçka që ke në mendje. Bricjapi. Maturia dhe diplomacia në punë do t'ju ndihmojnë të përfitoni sa më shumë nga ajo. Do të keni lajme të mira. Vetëm çifte tashmë të vjetër për ca kohë janë në krizë. Ujori. Marrëdhëniet e punës, por edhe ato të dashurisë, i nënshtrohen shumë streseve. Do të ishte mirë të bëje më shumë gjimnastik, tensioni i muskujve. Peshqit. Me njerëzit që i doni më shumë mund të gjeni qetësi. Për punë, ata që angazhohen do të kenë shumë shpejt. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.